Igli Bimaj është kreu i ri i njësisë administrative Shushicë, duke zëvendësuar në këtë postë Birçe Alije, i cili është larguar rreth një muaj më parë. Birçe Alije u largua nga ky post pasi e mbajti drejtimin e njësisë administrative të Shushicës prej gati 10 vitesh, ndërsa zbërthimi i tij është kryer vetëm një muaj më parë. Bimaj më parë ka mbajtur poste të ndryshme, kryesisht në shëndetësi, duke punuar si infermier në qendrën shëndetësore verore, ndërsa tashmë ka marrë një detyrë të re, duke drejtuar qendrën administrative të Shushicës. Bimaj vjen në këtë post prej gati një muaj, kjo edhe në kuadër të ndryshimeve të kryera në disa prej njësive administrative apo brenda pushtetit vendor në qytetin e Vlorës. Igli Bimaj është kreu i ri i njësisë administrative Shushicë. Ai zëvendësoi në këtë detyrë Birçe Aliajin, i cili e mbajti këtë post për rreth 10 vite duke drejtuar njësinë gjatë një periudhe të rëndësishme për zhvillimin e zonës. Ndryshimi në drejtimin e njësisë administrative Shushicë u realizua rreth një muaj më parë në kuadër të lëvizjeve dhe riorganizimeve të ndërmarra në disa njësi administrative të Bashkisë Vlorë. Më herët një ndryshim i ngjashëm u krye edhe në njësinë administrative Orikum. Igli Bimaj vjen në këtë detyrë me një eksperiencë të mëparshme në sektorin e shëndetësisë. Për vite me radhë ai ka ushtruar profesionin e infermierit, duke shërbyer në disa qendra shëndetësore dhe duke qenë pranë komunitetit në ofrimin e shërbimeve mjekësore. Prej një muaji ai drejton njësinë administrative Shushicë, një zonë e njohur për karakterin e saj rural dhe potencialin në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Banorët e kësaj njësie mbështeten kryesisht në aktivitete bujqësore dhe blegtorale, të cilat përmbajnë bazën e ekonomisë lokale. Në krye të kësaj njësie, Bimaj pritet të përballet me sfida që lidhen me përmirësimin e infrastrukturës, mbështetjen e fermerëve, arritjen e shërbimeve për komunitetin dhe zhvillimin e mëtejshëm të zonës.